në rrethanat e profesionit të tyre, pra në rrethanat ku ato ndodhen, pra në punësi publik në rast se merr dieni në momentin që ai duke kryer detyrën, apo mjeku nëse merr dieni në momentin që ai është në detyrë, pra në spital kur i vjen një i plagosur, dhe gjitha këto raste me radhë. Kallëzimi, sipas legjislacionit tonë, është mjeti përmes të cilëve qytetarët dhe subjektet e tjera të posaçme vënë në dieni organin e akuzës në lidhje me një vepër penale që ka ndodhur, për të cilin ato kanë qenë dëshmitar, viktima apo kanë marrë dieni në ndonjë mënyrë. Siç thamë, në punësit publik dhe personeli mjekësor, sipas kodit të procedurës, kanë detyrim ligjor për të bërë kallëzim për vepra penale të cilat do kanë marrë dieni gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. Në momentin që ato nuk janë gjatë ushtrimit të profesionit të tyre, pra nëse një mjek bëhet dëshmitar i një ngjarjeje jashtë orarit të punës, ai ka detyrimin që ka çdo qytetar dhe nuk është se ka detyrimin që ka sipas në një konkret të kodit procedurës që parashikon dhe një afat, në mos gabojmë, prej 48 orësh brenda të cilit ai duhet bëj kallëzimin, në rast se vihet në dieni për ndodhjen e një vepre penale. Për shumë raste tipik është kur atij vjen një plagosur që është plagosur me armë dhe është evidente që mund kemi të bëjmë një vepër penale në këtë rast. Në rastet e kallëzimeve nga shtetatit, çdo person që ka marrë dieni për një vepër penale që ndiqet kryesisht, kur flasim kryesisht është kur ndiqet kryesisht nga ana e prokurorisë, pra nuk është nevoja që të shkojë vetë viktima të bëjë ankim, sepse kemi edhe vepra penale për të cilat për të nisur procesi i hetimit duhet që vetë pala të shkojë të bëjë ankim pranë prokurorisë apo drejt policisë gjyqësore. Kështu që për rastet që ndiqen kryesisht, pala duhet ta kallëzojë ato dhe thamë në rastet caktuara është e detyrueshme. Kallëzimi paraqitet oficerit policisë gjyqësore ose prokurorit me gojë ose me shkrim. Tani kur flasim me gojë, normalisht mbahet një proces verbal nga oficeri pranë cilit juve do të bëni kallëzimin tuaj, ndërsa me shkrim do të jenë ato rastet kur ju do ta dërgoni vetë dorëzi ose përmes postës, po që do ta shikojmë edhe formatin në cilin dërgohet. Që mund të bëhet edhe personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi. Kallëzimet anonime nuk mund të përdoren në përjashtim të rasteve caktuara që i parashikon dhe neni 194 i kodit procedurës, që flitet edhe për dokumentet anonime. Tani përmbajtja e kallëzimit. Përmbajtja e kallëzimit, nëse do të shikoni kodin e procedurës, është vetëm një paragraf kur bëhet fjalë për kallëzimin nga nënpunësit publik. Megjithatë, neve kemi dhe një vendim të Kolegjit Penal Gjykatës së Lartë, i cili e ka ezauruar paksa më në detaje se cilat duhet të jenë, le të themi, elementet që duhet përmbajë kallëzimi penal për të arritur dhe qëllimin dhe për të bërë me dije prokurorit apo oficerit policisë gjyqësore pranë të cilit paraqitet, qartësisht se cilat kanë qenë rrethanat në cilat kanë ndodhur ngjarja, cilat kanë qenë veprimet apo veprimet e palës. Konkretisht, kallëzimi duhet përmbajë elementet thelbësor të faktit, burimet e provës, gjeneralitetet, banimin dhe çdo gjë tjetër që vlen për identifikimin e personit që i atribuohet fakti, të personit të dëmtuar dhe atyre që janë në gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit, pra personave të tjerë që mund të kenë qenë dëshmitarë për shembull. Nëse i referohemi vendimit unifikues, vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, ai parashikon që akti i kallëzimit duhet të përmbajë elementet thelbësor të faktit, referuar në 281 të kodit procedurës, duhet të japi të dhëna mbi sjelljen, veprimet apo mos veprimet që ka bërë pala në këtë rast që i atribuohet, le të themi, vepra penale, duhet të japi të dhëna mbi ngjarjet dhe pasojat ashtu siç dhe duhet të japi të dhëna mbi lidhjet shkaktësore ndërmjet tyre, pra nëse ngjarja pasoja e treguar është shkak i kësaj sjellje, veprime apo mos veprime. Dhe thotë që edhe pse pika 4 e 281 normon se në përmbajtjen e kallëzimit duhet të gjejmë vend edhe elemente të tjerë, siç janë burimet e provave reale dhe personale, të cilat janë në gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit, identiteti i personit të dëmtuar, si dhe gjeneralitetet e çdo e dhënë tjetër që vlen për identifikimin e personit, mungesa e tyre nuk ka sjellë ndonjë pasojë për procedimin, sepse normalisht do të jetë vetë prokurori ai që do të nisi hetimet dhe do të sqarojë të gjitha këto rrethana pastaj. Tani një detaj ose një fakt që unë do doja ta sqaroja paraprakisht në lidhje me kallëzimin është që juve në praktik mund të shikoni shpesh që kallëzimi, le të themi, ashtu siç e paraqesin qytetarët, përgjithsisht qytetarët shkojnë dhe drejtohen vetë para prokurorisë dhe mbahet proces verbali nga oficeri i policisë gjyqësore, por edhe në rastet kur janë të paraqitura me shkrim, domethënë është paraqitur me shkrim pranë prokurorisë, nuk kanë atë ndarjen tipike që kemi parë në rastin e kërkesë padisë apo ankimit administrativ, domethënë që e kanë të ndarë rrethanat e çështjes, pjesa e arsyetimit ligjor, do të shikoni që janë thjesht të ndërthurura rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja dhe mund të cituara normalisht në ndjenjat konkrete ku bazohen.
Megjithatë në draftin që unë kam si, unë ju kam bërë të ndarje sepse mendoj që në momentin që ajo do paraqitet nga një jurist, domosdoshmë duhet ta ketë shumë të ezauruar edhe pjesën e arsyetimit ligjor, sepse në fund kjo është edhe detyra e juristit. Ku paraqitet kallëzimi? Kallëzimet penale i drejtohen prokurorisë së rrethit ku ka ndodhur ose është tentuar të ndodhi vepra penale, ku kemi vepra penale të mbetura në tentativë, ose vendi ku ka ndodhur pasoja. Nëse kjo nuk mund të përcaktohet, atëherë kallëzimi drejtohet prokurorisë ku ka vendbanimin ose përqendrimin e dyshuari për kryerjen ose tentativën e veprës penale. Tani përmbajtja, më falni, jemi këtu. Si të thash, kallëzimi penal është mjeti përmes të cilit qytetarët, themi shtetasit, synojnë të informojnë organin e akuzës në lidhje me një vepër penale që ka ndodhur. Megjithatë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në momentin që paraqisim një kallëzim penal, sepse paraqitja e një kallëzimi penal të rrem mbar përgjegjësi penale. Dhe ju mund të niseni me idenë që të bëni një kallëzim penal dhe të përfundoni vetë duke qenë nën akuzë për kallëzim të rrem. Atëherë, çfarë parashikon eni 305 i kodit procedurës? Eni 305 ku i referohet kallëzimit të rrem dhe thotë që kallëzimi për kryerjen e një krimi që dihet që nuk është kryer ose për kryerjen e një krimi nga një person që dihet që nuk e ka kryer ai, si dhe krijimi i provave të rreme me qëllim që të bëhet ndjekja penale, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 5 vjet. Pra, e shikoni që edhe masa e dënimit është goxha e madhe në maksimum gjithmonë, sepse gjithmonë dënimi penal fillon nga minimumi në maksimum, dhe maksimumin e kemi deri në 5 vite. Gjithashtu nga ana tjetër, mbartet përgjegjësi penale edhe në rastet e moskallëzimit të krimit. Pra kemi që moskallëzimi në organet e ndjekjes penale në gjykatë, në organet e rendit publik të pushtetit ose administratës, një krimi që është duke u kryer apo është kryer, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vite. Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim të paralindurit dhe të paslindurit, vëllezërit, motrat, bashkëshortja, adoptuesi, adoptuari, si dhe personat që janë të detyruar të ruajnë një sekret për shkak të detyrës apo profesionit. Siç e shikoni, normalisht moskallëzimi i krimit përbën një vepër penale më vete. Megjithatë, legjislacioni ka parashikuar që një kategori subjektesh i përjashtojnë nga ky detyrim për shkak të vetëm marrëdhënies që ato mund të kenë, le të themi, me personin që atribuohet vepra penale apo të akuzuarin, varësisht në fazën procedurale në cilat ndodhen hetime, sepse siç e dini, pilësimi i personit ndryshon nga momenti që le të themi regjistrohet vepra penale pranë prokurorisë deri në momentin që ai pastaj merr cilësimin procedural i akuzuarit. Dhe kemi dhe në rastin e fundit shikoni që thotë që janë të detyruar të ruajnë një sekret, janë të përjashtuar domethënë edhe personat që janë të detyruar të ruajnë një sekret për shkak të detyrës apo profesionit. Në këtë rast kemi të bëjmë me psikologët apo me ato profesione të cilët kanë edhe ligjërisht të sanksionuar që pjesën e konfidencialitetit edhe detyrimit për të ruajtur të dhëna sensitive të cilat atyre mund t'ju deklarohen nga një subjekt. Tani, kjo ishte pjesa e kallëzimit dhe unë nuk doja të ndalesha shumë, sepse në vetvete kallëzimi nuk është se përmban ndonjë element shumë specifik apo edhe ligji nuk është se e trajton kodi procedurës në këtë rast, nuk është se e trajton gjërësisht, domethënë thjesht pjesa e kallëzimit i referohet vetëm që është një mjet me të cilin merr dieni prokuroria apo organi akuzës për vepra penale të ndodhura, i referohet kallëzimit nga nënpunësi publik dhe kallëzimit nga qytetarët apo dhe kallëzimit nga mjekët, vetëm në një paragraf se çfarë duhet të përmbaj. Por mua më jo interesante, por që edhe ka më paksa më shumë pjesë të cilat duhet të ndalemi është kërkesa e viktimës akuzuese. Meqense në këtë rast është vetë pala e cila ajo inicion, le të themi, një proces gjyqësor edhe është vetë ajo që investon gjykatën për të nisur një proces ndaj një pale të cilën ajo akuzon që ka cënuar të drejtat e saj apo ka kryer një vepër penale, të cilat do të shikojmë me radhë. Unë kam listuar të gjitha veprat penale për të cilat mundet të bëhet kërkesë nga viktima akuzuese. Më falni vetëm një sekondë. Okej. Dhe ta shikojmë çfarë është kërkesa e viktimës akuzuese. Viktima akuzuese është, siç tham,
janë rastet kur është vetë viktima e veprës penale, e cila ajo inicion le të themi procesin gjyqësor ndaj palës. Dhe po ta shikoni këto kemi të bëjmë me vepra penale që dhe për nga rrezikshmëria e tyre nuk është se janë vepra penale shumë të rënda. Parashikojnë në nenin 59 të kodit të procedurës, në mos gabon, se cilat janë këto vepra penale për të cilat bëhet direkte kërkesa e viktimës akuzuese në gjykatë. Emërtimi procedurial i këtij akti është kërkesa për gjykim. Kështu quhet. Para se të kaloj te kjo, thjesht për referencë, unë nuk u ndala sepse i bie që të bëja teori për këtë gjë, sepse nuk është se do shikojmë një draft konkret për këtë. Në pjesën e kodit të procedurës, pasi përfundon le të themi pjesa e kallëzimeve penale, kemi dhe ankimin e viktimës. Tani ka raste të caktuara për vepra penale të caktuara, të cilat janë të parashikuar në kodin e procedurës të listuar se për cilat vepra penale, që vetë viktima duhet të shkojë dhe të bëjë ankim pranë prokurorisë në mënyrë që të fillojnë hetimet. Pra nuk janë ato rastet kur hetimi fillohet kryesisht apo ndjekja fillon kryesisht nga ana e prokurorit. Pra është e detyrueshme që vetë viktima të shkojë dhe të bëjë ankim pranë prokurorisë në mënyrë që prokuroria të fillojë hetimet dhe të fillojë ndjekjen penale. Megjithatë, unë thash nuk u ndale tek ajo, sepse ajo bëhet, ankimi bëhet pranë prokurorisë, thjesht për informacion të bëhet pranë prokurorisë dhe oficerit policisë gjyqësore, përgjithsisht kur neve shkojmë në prokurori, ai që na merr dëshminë është oficeri i policisë gjyqësore, bëhet pranë oficerit policisë gjyqësore dhe ai do të mbajë proces verbalin për këtë, pranë nuk është se në praktikë zbatohet që neve e dërgojmë le të themi me shkrim pranë prokurorisë. Atëherë, fillojmë me pjesën e kërkesës së viktimës akuzuese ose cilësimi procedurial i cilës është kërkesa për gjykim. Dhe thuhet që ai që është dëmtuar nga vepra penale të cilat parashikohen në nenin 90, 91, 92, 112 paragrafi i parë, 119, 119b, 120, 121, 122, 125, 127 dhe 254 të kodit penal, ka të drejtë të paraqesë në gjykatë kërkesë për të marrë pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit. Viktima akuzuese ka të drejtë të paraqesë kërkesë në gjykatë dhe të marrë pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit. Në këtë rast, gjykata kushtetuese ka theksuar se ngritja e akuzës nga viktima akuzuese nuk varet nga vendimarrja e prokurorisë. Në raste konkrete, prokurorët marrin pjesë në gjykim, pra prokurorët janë si palë në gjykim dhe ato mund të kërkojnë në fund, do ta shikoni vetë vendimi që unë kam sjell, prandaj kam sjell vendimin kryesisht për ta parë edhe në praktikë se si gjykohet një çështje e tillë. Prokurori jep mendimin e tij dhe kërkon dënimin e palës apo jo. Megjithatë, nuk është e detyrueshme në këtë rast dhe nuk është kusht paraprak që të jetë vendimi i prokurorit pro kërkesës që ka pala, në mënyrë që pala të depozitojë në gjykatë këtë kërkesë. Viktima akuzuese i drejtohet drejt për drejt gjykatës me akuzën e saj dhe merr pjesë aktivisht në proces për ta bindur gjykatën me anë të provave dhe fakteve që të marrë një vendim në favor të saj. Disponimin mbi akuzën penale ka viktima akuzuese dhe jo prokurori, pra nuk është prokurori ai që inicion procesin, është vetë viktima dhe prokurori merr pjesë në gjykim dhe është edhe ai ka të drejtën e tij që në fund të japi një mendim në lidhje me çështjen, pra të kërkojë dënimin e palës apo jo. Megjithatë, gjykata ajo që merr vendimin në çdo rast. Prokurori merr pjesë dhe sipas rastit kërkon dënimin e të pandehurit ose pafajësinë e tij. Nëse viktima akuzuese ose mbrojtësi i caktuar kryesisht prej saj nuk paraqitet në seancë pa shkaqe të arsyeshme, gjykata vendos pushimin e gjykimit. Është rast tipik në rastet, sepse kemi rastin kur gjykimi fillon me kërkesën e palës dhe mos paraqitja e palës në gjykim mund të tregojë edhe mos interesimin e saj për ta vijuar, kështu që edhe gjykata nuk investohet më tej në rast se pala vetë nuk merr përsipër të paraqitet në mënyrë aktive dhe të marrë pjesë në mënyrë aktive në proces, sepse në fund të ditës është ajo vetë që duhet të vërtetojë dhe faktet për cilat ka ngritur këtë kërkesë për gjykim. Tani, cilat janë veprat penale për cilat paraqitet kërkesa nga viktima akuzuese? Është neni 90, dëmtime të tjera me dashje, që është rraja ose çdo vepër tjetër dhune dhe përbën kundravajtje penale e cila dënohet me gjobë. Po kjo vepër ka shkaktuar paaftësi të përkohshme pune deri në 9 ditë, përbën kundravajtje penale dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj. Këto janë të rëndësishme, shikojmë tek ai materiali që u kam thënë në ushtrime. Një pjesë të madhe të përgjigjeve që do na duhen do t'i gjejmë vetë brenda dispozitës cilat të jep dhe cilat janë veprimet apo mos veprimet, cilat konsiderojnë dhe përbëjnë le të themi këtë vepër penale. Kemi plagosjen e rënë nga pakujdesja,
Dhe kjo përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop ose me burgim deri në 1 vit. Plagosjen e lehtë nga pakujdesia, e cila përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop. Siç e shikoni është ajo që thash që kemi të bëjmë me vepra penale që për nga rrezikshmëria e tyre nuk është se janë shumë të rënda dhe prandaj është lënë vetë palës që të ketë iniciativën për iniciimin e procesit. Kemi dhunimin e banesës, që është hyrja ose qëndrimi në banesën e tjetrit pa pëlqimin e tij, dhe në këtë rast përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop ose me burgim deri në 3 muaj. Mosdhënia e mjeteve për jetesë, vendia penale që unë ju kam sjell është pikërisht për këtë mosdhënien e mjeteve për jetesë dhe zgjodha atë sepse është interesant sepse përfshin edhe nga drejta familjare, por edhe nga drejta penale. Mosdhënia e mjeteve të nevojshme për jetesë fëmijëve, prindërve ose bashkëshortit nga personi që në zbatim të një vendimi gjyqësor detyrohet ta japi ato përbën gjithashtu kundravajtje penale dhe dënohet me gjop ose me burgim deri në 1 vit. Shkelja e paprekshmërisë së banesës është e ndryshme nga dhunimi i banesës sepse në këtë rast kur kjo ndodh, kur hyrja në banesë bëhet pa pëlqimin e personit që banon ato, prej një nga punojësit të ngarkuar me një funksion shtetëror apo shërbim publik gjatë ushtrimit të ditët detyrës, përveç rasteve kur lejohet nga ligji. Për shembull, mund të jetë një hyrje e pa autorizuar e policisë pa vendimin e një gjykate për ushtrimin e kontrolli, dhe raste të tilla domosdoshmë kur kjo kryhet nga persona që janë të ngarkuar me një detyrë shtetërore. Kemi gjithashtu përgjithsisht ajo që do të shikoni juve në praktikë është që kërkesat penale janë shumë të përdorura nga ana e politikanëve. Pra, janë kryesisht ato që i drejtohen gjykatës në lidhje me fyrjen dhe shpifjen. Dhe po të kërkoni në internet kërkesë për gjykim ose padi penale, do të shikoni që ato që ju dalin janë kryesisht të tipologjisë tillë, pra politikanë që kanë paditur njëri tjetrin për fyrje, për shpifje. Megjithatë janë dhe shumë raste të tjera në praktikë, siç është dhe vendimi gjyqësor që unë kam sjell, që është e aplikueshme. Kemi 119-ën që është fyrja. Fyrja e qëllimshme e personit përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop nga 15.000 deri në 1 milion lekë. Po kjo vepër kur kryhet botërisht në dëm të disa personave ose më shumë se një herë përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop nga 50.000 deri në 3 milion lekë. Dhe kemi edhe fyrjen për motive racizmi dhe ksenofobie përmes sistemeve kompjuterike, përgjithsisht kjo që ndodh për shembull kur bëhet online në Facebook, nëpërmjet emaileve, është fyrja e qëllimshme publike nëpërmjet sistemit kompjuterik, i cili bëhet nga personi, i bëhet një personi për shkak të përkatësisë etnike, kombëtare, racës, fesë dhe gjithë këtyre elementeve të tjerë që mund të konsiderohen objekt për sjellje raciste, përbën kundravajtje penale të dënohet me gjop ose me burgim deri në 2 vjet. Dhe shpifja. Shpifja është më e zakonshme që u do të shikoni në rastet e kërkesave për gjykim, dhe është përhapja e qëllimshme e thënieve dhe çdo informacion tjetër duke ditur që janë të rreme, që të cënojnë nderin dhe integritetin e personit, dhe kjo përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop nga 15.000 deri në 1.500.000 lekë. Po kjo vepër kur kryhet botërisht, këto janë rrethana që e rëndojnë, pra fakti që kryhet botërisht, fakti që kryhet në dëm të disa personave ose kryhet më shumë se një herë, përbën kundravajtje dënohet me gjop nga 50.000 deri në 3 milion lekë. Kemi edhe ndërhyrjen e padrejtë në jetën private, edhe kjo konsiderohet vepër penale sipas legjislacionit tonë dhe është vendosja e aparaturave që shërbejnë për përgjigjem apo regjistrim të fjalëve figurave, dëgjimi ose regjistrimi i fjalëve, fiksimi ose regjistrimi i figurave si dhe ruajtje për publikim i të dhënave që ekspozojnë një aspekt privat të jetës së personit pa pëlqimin e tij, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop ose burgim deri në 2 vjet, falni. Ndërhyrja e padrejtë mund të ta shikoni edhe në rastet kur le të themi shpërndahen video apo imazhe pa pëlqimin e personit, të cilat janë thellësisht private dhe konfidenciale dhe shpërndahen në rastet më të zakonshme të këtyre shpërndarjeve ndodhin në raste po themi të çifteve që ndahen dhe pastaj njëri nga palët shpërndan në mënyrë të paautorizuar dhe këto janë raste të shpeshta në gjykatë, sidomos jashtë shtetit janë raste që gjithmonë shkojnë në gjykatë dhe kanë dënime goxha të rënda. Dhe marrja e padrejtë të fëmijës. Marrja e padrejtë e fëmijës duke u larguar prej personit që ushtron, duke larguar ato nga personi që ushtron autoritetin prindëror ose që është besuar për rritje dhe edukim, si dhe mos dorëzimi i fëmijës prindrit tjetër në zbatim të vetimit gjyqësor, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop ose me burgim deri në 6 muaj. Është marrja e padrejtë e fëmijës. Përgjithsisht do të shikoni në rastet e zgjidhjes së martesës apo çifteve që kanë zgjidhur martesën e tyre, ku njëri nga prindrit duke mos qenë dakord me vendimin e gjykatës dhe duke mos zbatuar vendimin e gjykatës, sepse siç e dini, ku kemi të bëjmë me rastet e zgjidhjes së martesës,
përgjithsisht gjykata jep zgjidhje edhe për çështje të tjera që janë shumë të rëndësishme, përveç se zgjidhjes së martesës, lënien për rritje dhe edukim të fëmijëve, mbiemrin që do të marrin palët pas zgjidhjes së martesës, pjesën e vizitave që do të kenë fëmijët me prindrin që nuk do t'i mbajë ato zakonisht. Pra, gjithë këto element që përfshihen në vendimin gjyqësor në rast se nuk respektohen prej palës dhe në rast se njëra prej palëve prej palëve preish çiftit dhe merr fëmijën dhe nuk e dorëzon prindrit tjetër i cili ka të drejtën e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore në mënyrë të zakonshme edhe të përditshme, atëherë pala mund të drejtohet gjykatës me kërkesë për gjykim. Dhe normalisht referuar në një konkret që është 127. Tani, cilët janë elementët që duhet përmbajë kërkesa për gjykim? Do të shikojmë edhe kur të shikojmë konkretisht draftin që unë ju kam sjellë dhe do t'i analizojmë me radhë. Megjithatë, siç e dini, unë gjithmonë ju sjell edhe paraprakisht që t'i referoheni në çdo rast kur do të keni për ta bërë, t'i referoheni edhe prezantimit për të rikujtuar, le të themi, për këto të dhëna që duhet përmbajnë. Kërkesa për gjykim e viktimës akuzuese depozitohet në sekretariatin e gjykatës, që ka kompetencë për shqyrtimin e saj dhe thamë që gjithmonë kërkesat kërkesë pa ditë i depozitojnë në sekretariatin e gjykatës ose dhe i dërgojnë me postë. Domethënë edhe këtë është në mënyrë e pranueshme dhe metodë e pranueshme. Cilat janë rastet që kërkesa është e pavlefshme dhe gjithmonë do bëjmë atë thamë interpretimin kontrar, që kemi folur disa herë, kur kemi folur për legjislacionin tonë, që mund të bëjmë interpretimin kontrar për të kuptuar përthuajse cilët janë elementet që shkaktojnë të pavlefshëm, mungesa e tyre, ato janë elementet që duhet të ketë domosdoshmërisht. Pra, kemi generalitetin e viktimës akuzuese dhe adresën e saktë të saj, generalitetet e personit që akuzohet dhe adresën e saktë të tij saj, emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit dhe prokurën konkrete që është lënë personit, avokatit, le të themi, apo një person tjetër që e përfaqëson në gjykim, parashtrimin e arsyeve që përligjin kërkesën si dhe provave në cilat ajo mbështetet, pra cilat janë shkaqet konkrete, cilat është legjislacioni i zbatueshëm në këtë rast, domethënë vepra penale konkrete për cilin ju e akuzoni palën, në shkrimin e viktimës akuzuese ose të përfaqësuesit të tij në rast se do të përfaqësohet në gjykim. Kërkesa duhet i njoftohet dhe personit i cili, domethënë ndjek pak a shumë të njëjtën logjikë dhe me kërkesë pa dinë civile që paraqitet ose administrative, pra duhet i njoftohet edhe personit i cili është i akuzuar në këtë rast, por edhe prokurorit. Pra gjithmonë keni parasysh që duhet edhe kërkesa për gjykim duhet paraqitet në aq kopje sa dhe palët. Pra, në rast se do keni dy palë, dy të akuzuar dhe prokurorin, atëherë duhet të jenë 4 kopje të kërkesës dhe të gjithë provave dhe akteve të cilat do paraqisin bashkë me kërkesën. Dhe kjo është element shumë i rëndësishëm, pjesa e paraqitjes në kopje aq të palës, sepse është element ligjor që e parashikon shpjegimisht ligji që gjithmonë në aq kopje sa edhe palët. Tani, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që normalisht neve të gjithë e kemi trajtuar kush nga palët pjesëmarrëse në këtë trajnim variuar juridikun, e din që mënyra si bëhet analiza e një vepre penale janë 4 elementet e figurës së veprës penale. 4 elementet që ju do duhet të analizoni në rast se do paraqisni një kërkesë për gjykim, apo dhe në kallëzim, në momentin që ju do ta bëni kallëzimin si jurist, do duhet që normalisht të bëni dhe një analizë shumë të mirë ligjore në to. Atëherë, 4 elementet përbërës së figurës së veprës penale. Figurës së veprës penale ne quajmë gjithmonë atë nenet konkrete. Është objekti, ana objektive, subjekti dhe ana subjektive, të cilat janë dhe ushtrimi që ne do të bëjmë për të gjitha ato veprat penale që depozitohet kryesisht kërkesë nga pala në gjykatë. Ti bën një rikujtesë. Çfarë është objekti i veprës penale? Objekti i veprës penale është marrëdhënia juridike e cënuar nga veprimi shoqërisht i rrezikshëm, pra nga vepra penale që ka ndodhur. Pra objekti është drejta apo interesi i cënuar nga veprimi apo mosveprimi që përbën vepër penale. Keni parasysh që kur i referohemi gjithmonë marrëdhënie juridike, duhet të jetë një marrëdhënie juridike që është mbrojtur në mënyrë të posaçme nga ligji. Pra, drejta e jetës është mbrojtur nga ligji, drejta e punës është mbrojtur nga ligji. Duhet të jenë gjithmonë që të përbëjë vepër penale, duhet që marrëdhënia e cënuar duhet të jetë një marrëdhënie e mbrojtur nga ligji. Për shembull, vepra penale plagosja e rënë nga pakujdesia ka si objekt marrëdhënie juridike të vendosura për të siguruar dhe mbrojtur jetën edhe shëndetin. Ana objektive e veprës penale janë të gjitha veprimet apo mosveprimet shoqërisht të rrezikshme, si dhe pasojat e ardhura prej saj. Pra, ana objektive përbohet nga të gjitha hallkat përbërëse të veprimtarisë kriminale që shtrihen në kohë dhe në hapësirë. Unë kam sjellë një shembull për shembull. Në rastin e falsifikimit të dokumenteve, ana objektive mund të kryhet përmes veprimeve të mëposhme, duke ndryshuar një dokument origjinal
përmes pasqyrimit në të rrethanave të pavërteta, përmes prodhimit nga e para të një dokumenti tërësisht të falsifikuar, përmes prodhimit të një dokumenti që megjithëse formalisht është i rregull në përmbajtje përmban të dhëna që janë të pavërteta. Gjithsesi do ta shikoni që anën objektive e gjeni edhe brenda dispozitës konkrete, sepse dispozita të jetë cilat në fillim pjesa më e madhe për tyre të jetë cilat janë ato veprime apo mos veprime që përbëjnë këtë vepër penale. Subjekti i veprës penale. Subjekti i veprës penale konsiderohet autori i saj. Neve kemi, siç e dini, legjislacioni jon parashikon dhe përgjegjësinë penale të personave juridik, pra edhe personat juridik mund të dënohen penalisht, normalisht nuk dënohen dhe personat juridik, por dënohet edhe administratori apo personi fizik konkret që ka kryer veprimtarinë shoqërisht të rrezikshme. Në rastet e personave juridike dini që përgjithsisht dënimet kanë të bëjnë me mbylljen e tij apo dënimet me gjob apo kushtëzimi i tyre për të marrë pjesë në tendera publik dhe gjitha këto me radhë janë tek pjesa e veçantë, domethënë janë nenet e veçantë të ndara veprat penale personit juridik. Nëse doni, kam një material shumë interesant fakt për këtë, nëse doni t'ju ma kaloj, meqense ndodhi, kam një material shumë të mirë për këtë përgjegjësinë penale të personave juridik që bën një analizë shumë të mirë aty. Që individi të jetë subjekt i veprës penale duhet të plotësojë kushtet e përgjegjësisë penale, që janë mosha dhe të qenurit i përgjegjshëm. Tani mosha për krime është 14 vjeç, ndërsa për kundërvajtje penale është 16 vjeç. Normalisht kjo e gjykuar edhe nga personat që kanë draftuar ligjin atë kohë që kundërvajtjet penale, duke qenë se janë edhe veprime shpifja, për shembull, për marrim rastin konkret që përbën kundërvajtje penale, një fëmijë 14 vjeç mbase nuk e kupton dot rëndësinë e saj, sepse ajo është një vepër shoqërisht e rrezikshme, ndryshe nga plagosja, për shembull, që edhe një fëmijë arrin ta kuptojë rëndësinë edhe pasojat që ajo sjell. Kemi edhe subjektet e posaçme, të cilat zakonisht janë personat që përveç kufteve të parashikuara, pra përveç moshës dhe përgjegjshmërisë, kanë edhe disa cilësi të veçanta të përcaktuara në dispozita konkrete. Përgjithsisht subjektet e veçanta janë ato, le të themi, kur kemi të bëjmë me një vepër penale që kryhet nga nënpunësi publik, në këtë rast konsiderohet se kemi të bëjmë me subjekte të posaçme, sepse ligji ka ngarkuar disa cilësi të posaçme. Edhe një diçka tjetër që doja të thonë te pjesa e përgjegjshmërisë. Tek vepra penale keni parasysh që tek pjesa e subjektit, pjesa e përgjegjshmërisë, përveç se të qenurit i përgjegjshëm, domethënë personi të ketë zotësi juridike për të vepruar dhe të mos i jetë hequr ajo me vendim gjykate, kemi dhe raste të tjera kur një person mund të konsiderohet se mund të ketë një papërgjegjshmëri momentale apo mund të ketë ndodhur një turbullim mendor, siç e thot ligji momentale. Kjo nuk përbën shkak për përjashtimin nga përgjegjësia penale, megjithatë konsiderohet si rrethan nga gjykata në momentin që gjykohet. Thjesht për parantezë këtë pjesë. Kemi dhe anën subjektive të veprës penale. Çfarë është ana subjektive? Ana subjektive është qëndrimi psiqik që ka autori ndaj veprimit apo mosveprimit shoqërisht të rrezikshëm dhe pasojave të ardhura. Për të përcaktuar anën subjektive, duhet të zbulohet dhe të qartësohet ana objektive e saj, normalisht sepse janë ngushtisht të lidhura dhe përmes veprimeve apo mosveprimeve që ai ka kryer, ne arrim të kuptojmë dhe nëse është një vepër penale e kryer me dashje apo kujdesia apo dhe me nën klasifikimet që kanë këto dy lloje të qëndrimit psiqik të palës ndaj veprës penale. Në analizimin e anës subjektive të veprës penale duhet mbajtur në konsideratë sidomos elementët përbërës së saj, qafaj, motivi dhe qëllimi, përmes të cilave shprehet dhe zbulohet qëndrimi psiqik. Ashtu dhe elementet tjerë të lidhur me lajtitja, rasti fatkeq dhe papërgjegjshmëria. Normalisht to janë raste të veçanta që parashikohen në dispozitat konkrete edhe vetë Kodi penal ka të parashikuar kush janë rastet në të cilat kemi përjashtimin nga përgjegjësia penale. Një rast për shembull që më kujtohet më tani është rastet kur viktima e trafikuar kryen një vepër penale ndaj trafikuesit të saj, konsiderohen rastet të cilat nuk do të mbahet përgjegjësi, apo rastet kur mund të ulet në maksimum dënimi ose të mos dënohet penalisht një pjesëmarrës i një grupi kriminal i cili është bërë bashkëpunëtor i drejtësisë dhe ka arritur të ndihmojë në kapjen e autorëve të tjerë. Këto janë raste të veçanta që të cilat legjislacioni jon i parashikon në mënyrë të tillë që edhe të nxjisë, le të themi, palët për bashkëpunuar me drejtësi. Tani kemi të bëjmë me fajin tam që kemi dy rastet që është dashja dhe pakujdesia. Tani dashjen e kemi dashje direkte dhe indirekte. Kur është direkte, personi
i parashikon pasojat që mund të vinë si pasojë e veprimeve të tij dhe i dëshiron ato. Pra i parashikon dhe i dëshiron pasojat e veprimeve të tij. Dashja indirekte është në rastet kur personi megjithëse i parashikon dhe nuk i dëshiron pasojat, me ndërgjegje i lejon që të ndodhin ato. Kemi dhe pakujdesimin, e cila vjen në dy forma. Kemi vetbesimin e vepruar, kur personi e parashikon mundësinë e ardhjes së pasojave, nuk i dëshiron ato, por me ndjelësi mendon se do t'i shmangi. Përgjithsisht, vetbesimi i tepruar e shikojmë në rastin e veprave penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, që shoferët me vetbesim të tepruar mendojnë që e dinë që mund të ndodhë një aksident rrugor nga shpejtësia te normave të parashikuara, nuk duan absolutisht që të ndodhi kjo gjë, por që me mendje lehtësi mendojnë se do ta shmangin ato, sepse aftësitë e tyre si shofer janë shumë të mira. Dhe neglizhenca, kur personi nuk e parashikon mundësinë e ardhjes së pasojave, megjithëse sipas rrethanave kishte mundësi dhe duhet i parashikonte ato. Nuk e di, keni ndonjë gjë të paqartë sa i përket këtyre, le të themi, elementeve të figurës së veprës penale? Se unë them që nëse kemi fikse te kjo tani, të shikojmë pak pjesën e po, më thoni, ka hapur dikush mikrofonin? Po, e kam hapur unë, doja të bëja dështoja diçka. Në lidhje me veprat penale dhe kontravajtjet penale. Realisht, në të dyja rastet, sipas eksperiencës që kemi ose në kodin e procedurës penale, të dyja këto raste klasifikohen si vepra penale. Në fund ju cituat shoferin që ecën me shpejtësi. Në rast se, këtë po e them domethënë si parantezë, në rast se shoferi i jep makinës në gjendje të ndehur, është vepër penale apo kundravajtje penale? Kam përshtypjen është në tek kodi penal, më duket se është e parashikuar diku edhe ku kemi të bëjmë me gjendjen e ndehur, pra ka si rrethan. Tani konkretisht ajo që unë do theksoj është kjo, se jo nga të rrohet, por nuk klasifikohet nga vetë avokatët dhe juristët duhet të jenë shumë kujdesshëm në këtë pikë. Normalisht. Dhënia e makinës në gjendje të ndehur është kundravajtje penale. Në momentin që krijohet aksidenti është vepër penale. Okay? Po, jam pra, dhe në këto raste, po, nuk mund të kalosh në gjykim penal ose kallëzim penal në pjesën penale. Do kalohet në gjykim administrativ, sepse ishet atenta, apo jo? Po, në këtë rast. Sipas pikrave, po, pikërisht. Për këtë kisha fjalën që duhet të ndahet kundravajtja penale, kodi i procedurës penale në Shqipëri dhe kodi penal nuk e ndajnë veprën penale, po janë të paqarta. Kështu që ne juristave, përfshi dhe juve këtu, duhet të jemi shumë të kujdesshëm që ta saktësojmë. Patjetër, dhe në rastin, në fakt kodi jon penal ose më saktë dhe gjithë doktrina jon penale, kur i referohet ndarjes së veprës penale me kundravajtje penale, vetmi klasifikim që bën është fakti që mund të dënohet deri në 2 vite burg dhe fakti që janë vepra të cilat kanë një rrezikshmëri më të ulët shoqërore. Po pra shkak dhe pasojë. Pra shkaku dhe pasoja është ajo që ndan kundravajtjen me veprën penale. Okej. Nuk është se bëhet një analizë më e gjerë, le të themi, apo po. Edhe as doktrina nuk ka, dhe në praktikë mua nuk ka rastisur të paktën. Okej, e qartë, i kalojnë të gjithë në vepër penale dhe zjatësin gjyqja, dënohen etj që nuk është normale, domethënë. Kjo nuk është normale. Dhe të gjithë ata që kanë mbaruar penale, sidomos ata që kanë mbaruar penale, duke përfshirë dhe pjesën e kriminologjisë, duhet të jenë kujdesshëm në specifikimin e gjërave. Nuk është e thonë ti je avokat dhe të mbrosh një çështje të tillë. Jo, je jurist, është detyra jote ta bësh këtë gjë. Juristi dhe avokati, ndryshimi vetëm që kanë është ajo licenca e cila merret përmes asnjë gjë më shumë, po e kuptoj. Se të gjithë bëjmë pjesën e jurisprudencës, penale civile, madje juristat janë edhe më të azhonuar se avokatët kanë filluar të myken tani. Sorry për ata që e kanë licencë, po ky është fakt. Okej. Të falenderoj shumë Kristi për ndërhyrjen dhe është një gjë që unë gjithmonë e pres nga pjesëmarrësit, sepse gjithsecili nga ne ka eksperjenca të ndryshme dhe fokus në fusha të ndryshme dhe është shumë mirë dhe ky është qëllimi i trajnimit, që të gjithë të japim informacione dhe të këmbejmë informacione me njëri tjetrin. Okej, atëherë mbarove? Po nuk kanë eksperiencë dhe kjo nuk është faji i tyre. Absolutisht, edhe në fakt dhe trajnimi i drejtohet kryesisht fillestarëve për të marrë ato bazat kryesore. Kështu që absolutisht unë kam më shumë për
për vetë pjesëmarrësit që neve të diskutojmë me njëri tjetrin dhe edhe aty të ngelet diçka në fund të ditës, sepse është ndryshe kur je pjesëmarrës dhe ndryshe kur thjesht e dëgjon. Atëherë, unë do të ofroja diçka. Kam një çështje gjyqësore në Durrës. Është çështje penale. Do ta kaloj në WhatsApp datën dhe dua që njëri nga ata që janë dëgjues të këtij kursi të jetë pjesëmarrës. Unë do të jem në rolin e mbrojtësit të kësaj çështje. Të jetë pjesëmarrës edhe të shikoj se si ndodh, çfarë ndodh, ta prekim me dorë. Kjo është një mundësi shumë e mirë. Të falenderoj shumë Kristi. Dhe uroj që të ketë persona që realisht do kenë duhet prekur. Është rast shumë i veçantë dhe përgjithsisht nuk i ofrohet. Unë nuk kam mundur t'ju ofroj diçka të tillë sepse unë gjyqjet përgjithsisht i kam me kompaninë për cilën punoj dhe si të qartë, kuptoj. Fjaleve nuk mundem. Në qartë, kuptoj. Është shumë e mirë. Kush do kishte dëshirë, ju lutem, shkruani në WhatsApp. Idheni në short, njëri nga ata që janë pjesëmarrës në këtë kurs, sidomos ata që kanë mbaruar penale, e specifikoj, sepse bëhet fjalë për pjesën e prokurorisë, dhe unë dua që të jetë prezent. Unë do t'ja kaloj, do t'jap informacionin e duhur ai që do të vi, dhe unë do t'jem në rolin e mbrojtësit dhe sa herë të kem gjyqje të tilla do informoj këtë grup. Okej. Do ishte super. Unë pres tani më shkruani në WhatsApp kush do kishte dëshirë që të merrte pjesë, është eksperiencë sidomos për ato që nuk kanë deri më sot nuk kanë vajtur ndonjëherë në gjykat, nuk kanë mundur dot që të ndjekin nga afër, sidomos çështjet penale, të cilat janë goxha më interesante edhe për nga vetë fakti që janë kemi të bëjmë me vepra penale, kemi të bëjmë me krime, kështu që që do kishte realisht interes të ta ndiqte. Dhe Kristi do t'ju ndihmoj dhe me materialin përkatës që dhe ju të informoni. Që të krijoni idenë, domethënë se përse bëhet fjalë, po. Dhe do keni fatin që t'jeni pranë një juriste me shumë vite eksperiencë. Okej, unë e pranoj, jam gati, më thoni, kush do jetë, unë do t'i dërgoj datën e gjyqit, është në Durrës, gjyqi është në Durrës, te prokuroria e Durrësit. Shumë thjesht për ju të merrni pjesë. Po, u kry. Kush të ketë dëshirë realisht dhe interes, të angazhohet, ta dërgoj në WhatsApp edhe do bëjmë një short herën tjetër në rast se do ketë më shumë se. Po, domethënë në muajin dhjetor, ja po ju informoj, në muajin dhjetor unë kam disa gjyqe, kam civile dhe penale. Disa i kam në Tiranë, një në apel, domethënë dua njërin që të ketë prezent në apel, që të kuptoj se ç'do të thotë të marrësh pjesë në një gjykim në apel. Bëhet fjalë për çështjen e një prone. Zgjidheni dhe më thoni po. Në rast se dikush që do ketë dëshirë për të vajtur në Tiranë apo që është nga Tirana dhe ndjek kursin, pse jo? Kështu që po dhe nga Durrësi është, më dëgjoj Kristin. Unë kështu mendoj unë. Unë të paktën unë kështu kam vepruar me veten time. Ishte gjyqi për shembull, supozojmë jashtë Shqipërisë, unë shkoja. Pse? Ishte detyra ime, kisha vënë që unë do jem ky. Edhe ata që janë aty të rinj të gjithë, nesër do dalin në punë. Nuk është e thonë të kesh licencën e avokatit dhe të ushtrosh profesionin. Jo, sipas legjislacionit, siç e kanë mjekët që duhet të jenë 5 vjet në Shqipëri dhe këta ja vendosën kufizim me ligj, por çdo universitet që mbarohet duhet të ushtrojë profesionin e vet të paktën një 5 vjeçar në jetën private, të fitojë eksperiencën, shteti të vënë gjumë. Shteti është vetëm për dembelat. Ky është mendimi im. Pikë, e them japur, nuk e pse të mbajmë veten me hatër. Jo, absolutisht. Në shtet të humbet profesioni. Të humbet profesioni në shtet. Sepse normalisht në shtet pjesa më e madhe atyre që punojnë në shtet kanë një procedurë caktuar të cilën ndjekin çdo ditë dhe ajo procedurë mbas një pike mësohet përmend dhe edhe kthehesh në monoton, nuk prodhon asgjë, nuk ka asnjë produkti. Kështu që megjithatë nuk mund të gjykojmë në lidhje me këtë sepse edhe Okej, po e kuptoj. Po, atëherë unë ofroj pjesën e praktikës në përgjykata, duke qenë se kam data gjyqesh dhe kam çështje civile dhe penale. Jeni dakord? Shumë dakord. Unë u kry një herë për këtë mundësi që e për pjesëmarrësit e kursit. Kushdo që do ketë dëshirë do shkruaj në WhatsApp. Dhe persona që do kenë dëshirë do bëjmë një short të vogël pastaj, qoftë për çështjen që është në Durrës penale, qoftë apo për apelin aty. Më thoni kush do ketë dëshirë që ta vijojmë pastaj edhe këto, që është një mundësi shumë e mirë për ju. Që edhe të mos angazhoheni sepse një praktikë të tillë mund ta merrni vetëm se do angazhohesh full time pra një zyre ligjore, që mbase dikush nuk e ka mundësinë sepse është i punësuar dhe gjithë ato me radhë.
U kry. Shumë mirë, jemi dakord. Okej. Kriti, po presim propozime për pjesëmarrës. Okej. Të shikojmë kush do jetë patlumi që do ta ketë të mundësi. Okej. Okej. Atëherë unë kam sjellë këtë ushtrimin për të vjuar të 5 minutë që para se të bëjmë 5 minutë pushim, ju kam sjellë këtë ushtrimin me të gjitha këto veprat penale që neve kundravajtit kryesisht falni që pam për të cilat bëhet kërkesë drejt për drejt në gjykatë për gjykim. Për të bërë analizën e elementeve të figurës së veprës penale, sepse në fund të ditës këto do jenë pjesa që juve do të bëni si jurist, se rrethanat e ngjarjes do t'ju thot klienti juaj, normalisht juve do t'i shkruani shumë më të qarta, në një gjuhë më të pastër, më juridike mbase, por puna juaj si jurist është kjo, analiza që ju do bëni. Kështu që unë nuk dua t'ju marr shumë kohë, nuk do t'i marr shumë kohë sa sot, nëse po trim t'i bëjmë të gjitha këto sot, i bie që të mos bëjmë asgjë tjetër. Kështu që thjesht po ju them ku do fokusoheni dhe si ta bëni pak a shumë. Siç ju thash, përgjithsisht të gjitha dispozitat ta japin edhe vetë përgjigjen. Kur shikoni, kemi të bëjmë me pjesën më të madhe të këtyre që neve pam, për cilat mund të kërkohet direkt nga gjykata, ndjekja penale apo dënimi i palës, kemi të bëjmë me kundravajtje penale. Kështu që mbani parasysh cilat janë subjektet dhe cila është mosha për cilat mund të procedohen për kundravajtje penale. Pra kemi 16 vjeç, këtë po ja jap kështu si insight paraprakisht. Kemi objektin, duke lexuar dëmtime të tjera me dashje. Neve e patëm një shembull. Kush mund të konsiderohet në këtë rast që është marrëdhënie juridike e cila është cënuar? Marrëdhënia juridike e vendosur për të mbrojtur jetën dhe shëndetin. Cila është ana objektive? Lexojeni dispozitat, thotë raja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, cilat mund të ishin disa veprime apo mosveprime që do të shkaktonin dëmtime të tjera me dashje. Mund të më thotë ndonjëri, ta bëjmë të parën bashkë, edhe pastaj t'ju lë si detyrë që ta bëni, këto detyra që unë jap, nuk është e thonë që neve ti diskutojmë domosdoshmërisht sepse unë e di shumë mirë që ju jeni të gjithë të punësuar edhe është e pamundur që të gjeni kohë për çdo gjë. Megjithatë këto edhe për veten tuaj ti shikoni dhe ta bëni këtë analizën sepse do t'ju ndihmojnë në praktikë të zhvillësoheni. Kështu që ka ndonjëri, sidomos ju e dini që unë nga pjesa e online gjithmonë pres pak. Gocat që kam këtu në sallë janë gjithmonë marrin shumë pjesë. Po ju të online-it më duket sikur ka ndonjëri që do të më thotë cila mund të jetë ana objektive për dëmtimet e tjera me dashje? Pra cilat janë veprimet apo mosveprimet? Nuk, ë? Po juve goca, më thonë ndonjëra nga ju që jeni këtu se. Po, cilat mund të jenë veprimet apo mosveprimet, cilat ju i keni, siç e shikoni, janë edhe po. Goditje, po. Po pasoja. Cila është pasoja në këtë rast? Se kemi dy. Sepse kemi edhe pak, kemi tek pjesa e dytë le të themi, mbas fjalës së parë, thotë kur ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë deri në 9 ditë. Pa ana subjektive, si mund të shkaktohet? E keni të vetë dispozita. Ana subjektive, jo subjekti. Po e keni vetë dispozita, lexojeni emërtimin. Dëmtime të tjera me dashje. Pra, kemi dashje. Pikërisht, po. Subjektin e tham. Një analizë të tillë do ishte mirë që t'ja bëni, nëse e bëni qoftë edhe për veten tuaj, ta keni këtë si material, i merrni një nga një, në çdo rast kur do ju duhet të paraqisni një kërkesë për gjykim në gjykat, do ta keni gati, le të themi analizën. Kështu që unë dhe këtë do t'ju kaloj në WhatsApp. Thjesht shikojmë pak shpifjen, sepse thash shpifja dhe fyerja janë si më të zakonshme nëpër gjykata. Cili mund të ishte objekti i kësaj vepre penale? Cili është objekti i kësaj vepre penale? Pra cila është marrëdhënia juridike? Integriteti, po. Po ana objektive. Shve, pra hapja e qëllimshme e thënieve, e informacioneve të tjera, duke ditur që janë të rreme, që cënojnë derin, integritetin e personit. Kur bëhet botërisht në dëm të disa personave, më shumë se një herë,
Shpifja me dashje, mund të kemi pakujdesin në këtë rast? Po thuaj, si e mendon, nuk ka problem. Nuk e di që po përhap të dhëna të reme. Po, është vërtet që mund të ketë. Le themi përhap informacione për cilat as ai vetë nuk e di nëse janë të vërteta apo jo. Po subjekti? Moshën, cilën moshë? Pikërisht. Kështu që në këtë mënyrë juve normalisht do t'i zgjeroni edhe më shumë kur ta bëni vetë material, do ta zgjeroni edhe më tepër që thash i keni gati për çdo rast ku mund të duhet të depozitoni në gjykatë një kërkesë për gjykim. Bën një 5 minutë të vogël pushim dhe pastaj do të shikojmë të dyja draftet për kallëzimin dhe për kërkesën për gjykim, shikojmë një vendim gjyqësor i cili është marrë si pasojë e një kërkese për gjykim të depozituar dhe do të shikojmë dhe kazusin që juve do të bëni kërkesë padin më falni, deklaratën e mbrojtjes dhe kërkesën për gjykim. Kështu që bëjmë vetëm një 5 minutë shkurtër pushim sa i pak ujë edhe rikthehemi. Një, dy, tre. Keni parasysh që gjykata duhet të shprehet mbi të gjitha kërkimet që pala ka në kërkesë padi. Dhe mos shprehje gjykatës për njëra nga kërkimet që mund keni në kërkesë padi ose kërkesë për gjykim që në këtë rast, mund përdoret si shkak për apelimin e tij. Kemi deklarimin pajtor të palës dhe deklarimin e tij, dënimin e tij me 2 muaj burgim, i cili fillon nga data e ekzekutimit të vendimit, do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme, shpenzimet procedurale, afati brenda të cilit mund të bëhet ankimi dhe data në cilën është shpallur vendimi, e cila është e lidhur dhe me normalisht me ku fillon efektet e tij. Këtë për kuriozitetin tuaj dhe që ju ta shikoni se si është i strukturuar një vendimi i gjykatës, ku kemi të bëjmë me rastet e këtyre veprave penale që ndiqen që iniciohet le të themi procesi gjyqësor drejt për drejt nga pala. Tani, në lidhje me kërkesëpadin që ju do bëni dhe deklaratën e mbrojtjes.
nuk kam sill një kazus, po kjo është dhe një analizë që e kam bërë unë dikur të këtij kazusi, të cilën unë do ta fshij normalisht. I kam lënë datën. Okej, përfaqësisht këtë. Apo t'ua lidhe, ja, nuk do t'ua lej fare as pjesën e dispozitave. Atëherë, për këtë kazusin, orën tjetër që është ora e fundit, thash unë pres që dikush nga ju të më sjelli, në rast se do keni kohë t'i bëni të treja, do t'ishte shumë mirë, por edhe në rast se nuk do keni kohë, të paktën kërkesë padin në këtë kazus, ose të paktën deklaratën e mbrojtjes, sepse do të shikoni që në këtë rast kemi dhe kërkesën për ndërhyrje kryesore, pra kërkesë padin që paraqitet nga ndërhyrësi kryesor. Cili është kazusi? Këtë e pas kam bërë në 2021. Atëherë, padicja A ka qenë e martuar me shtetasin D. Kjo është kazus thash që ka të bëjë me pavlefshmërinë e veprimit juridik, me drejtën e pronësisë, ka të bëjë dhe me trashëgiminë. Është kazus shumë interesant. Edhe jo shumë i komplikuar, që mos ju ngarkoj. Padicja A ka qenë e martuar me shtetasin D dhe të paditurin B, nipin e bashkëshortit, e ka rritur si fëmijën e saj që në moshën 6 muajshe, duke krijuar ndërmjet tyre marrëdhëniet e një nëne me birin e saj. Pra, ajo dhe D-ja kanë qenë të martuar dhe gjatë martesës atyre kanë birësuar, le të themi, mbase jo ligjërisht, sepse kazusi kjo është vendim gjyqësor real dhe unë do t'ju asill vendimin gjyqësor herën tjetër për të parë se si ka vendosur gjykata në rastin konkret. E kanë rritur që në moshën 6 muajshe si të ishte fëmija e tyre. Në 97 ka vdekur shtetasi D dhe si trashëgimtar ligjor i vetëm i tij me vendimin e gjykatës së rretit gjyqësor Lushnjë, sepse palët janë nga Lushnja, dini që dikur këto le të themi çelja e trashëgimisë bëhen në gjykatë dhe jo para notarit. Është paditësja A, pra bën këto megjithëse e kanë rritur le të themi si fëmijën e tyre, ligjërisht nuk e kanë birësuar dhe i vetmi trashëgimtar ligjor i D-s që ka vdekur i bashkëshortit është bashkëshortja e tij A-ja, e cila ka trashëguar gjithë pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme të tij si dhe detyrimet e trashëgimit. Bazuar në dëshminë e trashëgimisë, së mësipërme, pasuritë e paluajtshme të trashëgimtarit D dhe janë numrat konkret të pasurime vendodhje në divjak, janë regjistruar në emrin e paditës A. Me kontratën e shitblerjes me numrin konkret të redaktuar te noterja pranë zonës tyre, A-ja i ka shitur B-s pasuritë e mëposhtme. Pra, se ju do ta lexoni me vëmendje pastaj do ta kuptoni, po thjesht për ta bërë një parantezë. A-ja dhe D-ja janë të martuar, kanë rritur nipin e D-s bashkëshortit, kanë rritur si ishte fëmija e tyre, megjithëse jo të birësuar ligjërisht. Kur ka vdekur bashkëshorti, ja ka lënë trashëgimtari i tij vetëm ligjor ka qenë bashkëshortja e tij, të cilës i ka lënë të gjithë pasurinë që ai ka pasur dhe në një moment të caktuar, bashkëshortja e tij të gjitha këto pasuritë ja ka shitur djalit të tyre që ato e ka rritur, megjithëse nuk është se ishte realisht djali i tyre, ishte i birësuar në thonjza për tyre. Dhe janë pasuritë me të dhënat e mëposhtme. Edhe vlerat e tyre pasurive. Vlerat i kanë vendosur unë shumë të vogla, sepse nuk janë aq realisht, po thjesht për efekt. Sipas kësaj kontrate rezulton se A-ja ka disponuar këtë pasuri me vullnetin e saj të lirë dhe të plotë. Kjo kontratë është lidhur, megjithatë kjo kontratë është lidhur sa për sy e faqe, pasi në të vërtetë palët kanë dashur të lidhin një kontratë durimi. Pra kontrata e shitjes është e simuluar. Dhe pas lidhjes së kontratës së shitblerjes, A-ja ka vazhduar të jetojë me familjen e të paditurit B. Pra nipit të saj / djalit të saj. Por më pas paditja A, për shkak të mosmarrëveshjeve që ka me bashkëshorten e të paditurit, është larguar prej tij. Me pretendimin se kontrata e shitblerjes së pasurive të mësipërme është bërë në mashtrim të ligjit, paditësja ka kërkuar me padin drejtuar gjykatës shkallës parë deklarimin e pavlefshëm të veprimit juridik të shitjes dhe kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. Ndërkohë, në vitin 2009, kjo ka ndodhur në 2007, në vitin 2009, shfaqet një person, S-ja, i cili pretendon se është djali i D-s, bashkëshortit të zonjës, dhe pretendon që ky realisht është trashëgimtar ligjor i kësaj pasurie, një pjesë të saj. Për këtë arsye dhe ai ngret pretendimin e tij në gjykatë. Le të themi që gjatë kësaj periudhe që ky ngret pretendimin e tij, ka pas filluar le të themi procesi ndërmjet A-s dhe B-s dhe C-ja ndërhyr në këtë proces. Nuk e di, arritët ta kuptoni kazusin, pra A-ja dhe B-ja janë të martuar, kanë birësuar djalin e tyre megjithëse jo ligjërisht, dhe kur vdes D-ja, pasuria i kalon e gjitha bashkëshortes së tij. Bashkëshortja e tij, duke dashur t'i adhurojë djalit të tyre, nipit të bashkëshortëve, djalin që ato kishin birësuar,
de facto, duke dashur t'ia dhurojë pasuritë, por nuk e ka bërë me dhurim, e ka bërë me kontratë shitjeje, për arsye nga më të ndryshme, megjithëse qëllimi real ka qenë dhurimi, nënshkruan kontratën para noteres dhe ja kalon këtij të gjitha pasuritë. Megjithatë, në një moment caktuar, duke qenë se djali i tyre martohet, marrëdhëniet e saj me bashorten e djalit /nipit të birësuar de facto, nuk ishin të mira, pala largohet prej tij dhe kërkon tashmë që të shpallet e pavlefshme kontrata e shitjes që ajo ka lidhur dhe të kthejnë palët në gjendjen e mëparshme, domethënë që pasuritë i kthehen asaj. Ndërkohë gjatë momentit që këto dy palë janë në gjykim, shfaqet një person i tretë C-ja, i cili pretendon që është djali i D-s që ka pasur në profilin e tij gjitha këto pasuri që më pas kanë kaluar me trashëgim të aja, dhe pretendon që jam edhe unë pronari kësaj pasurie, pra duhet të përfshihem edhe unë në këtë gjykim. Tani, ajo çka ju do duhet të bëni është së pari të ndërtoni kërkesë padine as. Aja është bashortja që i kanë kaluar pasuritë dhe më pas ajo ja ka shitur djalin. Pra aja do të pretendojë në këtë rast që kontrata e shitblerjes e lidhur para noteres është e pavlefshme. Cilat do të jenë shkaqet e kësaj pavlefshmërie? Po, mirë, unë do t'ju jap ato, le të themi, ku të fokusoheni, se qëllimi im nuk është që ju të bëni tamam detyrë shtëpie, qëllimi im është që ju të uleni dhe ta bëni diçka dhe ta mendoni si do e bëni analizën. Cilat do të jenë shkaqet e kësaj pavlefshmërie? Referohuni dy dispozitave të kodit civil ku parashikohet pavlefshmëria e veprimit juridik, absolute apo relative. Dhe pastaj cili do të jetë restituimi? Keni parasysh çfarë ndodh ku kemi pavlefshmëri të veprimit juridik? Si do të rikthehen palët në gjendjen e mëparshme? Cilat nga ato rastet e restituimit të një anshëm, dy anshëm, cilat do të jenë rastet e aplikueshme? Tani, si do të mbrohet B-ja në këtë rast, që është, le të themi, djali i zonës? Cila do të jetë linja e mbrojtjes që ai do përdori për të thënë që jo, këto kontrata nuk janë të pavlefshme. Keni parasysh, unë ju dash tani po ja jap sade, po keni parasysh cili është elementi që le të themi e evidenton që këto kontrata kanë qenë të simuluara, sepse çmimi i këtyre pasurive është shumë i ulët krahasimisht me çmimin real të referencës. Unë po ju jap thuajse të gjithën, po nuk ka problem. Tham, cilat do të jetë deklarata e mbrojtjes së B-s? Pra si do mbrohet B-ja në këtë rast për të pretenduar që kontratat janë të vlefshme dhe realisht pasuria i ka kaluar atij në mënyrë të lishme dhe me vullnetin e plotë të palëve. Nga ana tjetër, C-ja, që është që përfshihet në këtë gjykim, çfarë do të pretendojë ai në kërkesën e tij për të ndërhyrë? Keni parasysh që C-ja përveç se do të kërkojë të njihet, domethënë të njihet e drejta për çfarë nga ato prona para kësaj, do pretendojë të njihet cila cilësi. Çfarë është dhe ai, përveç se bashorti është dhe ai trashëgimtar ligjor, kështu që të gjitha këto dhe keni edhe thjesht duke i hamendësuar cilat mund të jenë provat, le të themi, që unë paraqesi C-ja në këtë gjykim për të vërtetuar që është dhe ai djali i D-s që ka lënë të gjitha këto pasuri. Pra, një kërkesë padi, një deklaratë mbrojtje dhe kërkesa për të hyrjen kryesore. Një gjë tjetër tek këto. Nëse ju do të bëni, unë e kam lënë dhe si çështje poshtë, a do të konsiderohet e pavlefshme kontrata e shitjes së lidhur mes A dhe B-s, bazuar në argumentin e se ajo është kurrë në mashtrim të ligjit dhe në kushtet e mashtrimit, dhe si mundet e drejta e trashëgimtarit C të ndryshojë rrjedhën e gjykimit? Çfarë duhet të pretendojë ai në gjykim për të mbrojtur pjesën e tij të trashëgimit? Këto do të jenë, le të themi, pjesët kryesore ku ju do të fokusoheni. Mund të përdorni, përdorni këto drafte që unë kam dhënë më përpara atë kërkesë padisë, të deklaratës së mbrojtjes, tek pjesa e ndërhyrësit kryesor, i të ndryshon titullin e aktit, sepse nga ana përmbajtësore dhe nga ana grafike se si duket është e njëjta gjë, domethënë. Kështu që unë mendoj që ky është kazi që nuk e di si ju duket, unë mendoj që është shumë interesant sepse përfshin disa fusha dhe do t'ju duhet kërkoni pak. Unë realisht pres që ju të më dërgoni të paktën kërkesë padin, le të themi që është një farë mënyrë është e dhënë, sepse pretendimi që pala ka ngritur është i parashikuar edhe në pjesën e vetë kazusit. Kështu që të paktën kërkesë padin do doja që të draftoni, sepse ky është rast real që ka ndodhur realisht dhe ka dhe vendim gjyqësor për këtë, të cilin unë do të kërkoj në arkivën time për ta gjetur si vendim, edhe ta shikojmë pastaj në lidhje me kërkesë padit që ju keni paraqitur, të shikojmë edhe pjesën e çfarë ka vendosur gjykata, në fund kujt i ka dhënë të drejtë nga të treja këto palë që janë përfshira dhe diçka tjetër.
Cila do të ishte, këtë e dua si pyetje, tamam si pyetje që po ju jap për herën tjetër, që do t'ju pyes para se të kalojmë te kërkesë pa ditë në rast se do sillni ndonjë. Ja do keni parasysh që gjithmonë brenda mundësive, kohës që ju e keni absolutisht. Nuk kemi në mësim këtu edhe nuk mund detyrohem asnjë që të bëj diçka, po do ishte mirë që të sillni të paktën njërin nga këto akte edhe për praktikën tuaj, edhe që t'ju ngelet diçka fundja, jo thjesht draftet që unë ju kam dhënë. Pyetja që unë do t'ju lë edhe tek pjesa, do t'ju lë edhe në WhatsApp. Cila do të ishte mënyra në të cilën Aja mund t'ja kishte kaluar B-s këto prona, duke siguruar edhe faktin që B-ja do ta mbante anë, le të themi, do t'i ofronte asaj kushtet e nevojshme për jetesën dhe për mirëqenien e saj deri në fundin e jetës saj. Pra, cili është një institut i kodit civil nëpërmjet të cilit Aja mund ta kishte lidhur këtë kontratë para noterit, me anë të cilës ajo vërtet do t'ia dhuronte pasuritë B-s, por do të siguronte edhe faktin që B-ja do ta mbante atë deri në fundin e jetës, do të siguronte mjetet e mjaftueshme që ajo të jetonte, do të kujdesej për të, dhe në rast se B-ja nuk do ta bënte këtë, atëherë do të kishte pasoja edhe në lidhje me dhurimin e pasurive. Futuni shikojeni pak, se kjo është shumë interesante. Pra, cila do të ishte mënyra më e mirë të cilën Aja do të mund t'i kishte kaluar këtë pasuri për të mos pasur, le të themi, këtë konflikt gjyqësor që ajo ka sot. Unë kazusin do t'ju lë tek WhatsApp-i bashkë me gjitha materialet e tjera. Dhe për ato që i duan në email materialet, ju lutem më nisni email dhe unë nuk e di nëse i doni mund t'ju dërgoj që sot, por përgjithsisht unë kam praktikën që në orën e fundit të gjitha seancat, materialet, domethënë videot dhe draftet dhe prezantimet, i mbledh të gjitha në një zip, domethënë në një dosje të vetme dhe ju dërgoj sërish të gjitha të ndara sipas seancave dhe sipas orës konkrete që kemi bërë. Që nëse doni t'ju nis këto që kemi bërë deri tani, më dërgoni emailin. Në mos pastaj do t'ju nis të gjithë materialet, të gjitha së bashku që kemi bërë në të gjithë kursin. Do t'ju nis të gjitha bashkë, edhe në email. Kështu që keni ndonjë pyetje në lidhje me kazusin që t'ju sqaroj paraprakisht? Në rast se keni ndonjë gjë të paqartë para se të bëni kërkesë pa ditë, mendoj sa ta mbyllim kursin, të gjithë tani do ulet do bëjnë kërkesë pa ditë. Shikoj saktë. Dua në email slide-et. Patjetër do t'ju nis në email. Thjesht thash që në orën e fundit, pasi t'jenë mbledhur të gjitha materialet, pa dhe materialet e orës tjetër, që do jetë memo ligjore, kërkesa për informacion dhe kërkesa për shpejtimin e gjykimit, do t'ju nisja të gjitha së bashku bashkë me videot e regjistrimeve. Megjithatë, unë do t'i nis edhe këto që kemi bërë deri tani, do t'i nis që sot mbas dite ose nesër para dite, do të lirohem pak. Në lidhje me kazusin, ka ndonjë pyetje që t'ju sqaroj paraprakisht? Ose në lidhje me çfarë bën deri tani? Ose ju ngelen të paqarta? Më thoni. Nëse shikoj nuk është se ka ndonjë paqartësi.